Përshëndetje miq dhe djegës të këtij kanali. Mirë se u gjetëm në këtë pjesë të dytë të mësimit sektet dhe kultet e rreme, rreziku i mashtrimit shpirtëror. Dhe në këtë pjesë të dytë do të fillojmë pikërisht me shembuj konkret dhe mjaft të njohur sektesh të quajtura pseudo-kristiane. Pse pseudo-kristiane? Sepse për ne krishterët shkrimi i shenjtë është vetëm një, sepse një është e vërteta, sepse një Perëndi ka. Dhe ne besojmë se Perëndia ka folur që në kohët e krijimit, në shkrimet e shenjta të njohura si Bibla hebraike, që për ne krishterët është Bibla, dhjata e vjetër e Biblës. Dhe këtu kemi të gjitha shkrimet profetike që dëshmojnë për ardhjen e Mesias, pra dërguarit Perëndisë, që në fakt ishte vetë Perëndia shpëtimtar, i ardhur në Krishtin. Pas ardhjes Krishtit, vdekjes së tij në kryq, ringjalljes së tij dhe ngjitjes në qiell, Perëndia dërgoi frymën e shenjtë tek besimtarët. Është personi i tretë i Trinisë së Shenjtë. Se në Bibël na thuhet qartë që Perëndia është Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Pra në fillim dërgoi Birin, pastaj frymën e shenjtë. Dhe përmes frymës së shenjtë, që në fakt ka shkruar të gjithë shkrimet profetike të Dhjetës së Vjetër dhe Dhjetës së Re, që plotësohet me Krishtin dhe apostujt dhe Kishën, jepet plotësia e plotë e të vërtetës. Dhe këtu formohet edhe ajo që ne quajmë si besimi i krishterëve. Që ne krishterët është i vetmi besim tek një Perëndi vetëm, që është dëftuar në fjalën e tij. Por sekte ka si brenda krishtërimit, dhe ne do shohim disa nga më të njohur, por ka dhe sekte jashtë krishtërimit. Do thotë, krishtërimi është besimi i parë monoteist, e them besimi i parë sepse ka lindur në tokën e judaizmit, që është besimi i parë monoteist historik. Por krishtërimi është plotësimi i judaizmit, nëse e marrim në trajt biblike ose trajt historike të një filli. Dhe duke thënë pseudo-kristiane, do të thotë që nga i vetmi shkrim, nga i vetmi e vërtet që vjen për të vetmin Perëndi, formohen pikërisht këto devijime, por devijimet formohen si brenda krishtërimit, nga sekte pseudo-kristiane, por edhe jashtë krishtërimit. Gjithsesi e bëra këtë hyrje për të kuptuar që pse është përdorur ky term dhe për të lidhur pak edhe me mësimin e parë. Dhe pa ndërkohë le të vazhdojmë tek sektet brenda krishtërimit. Ndoshta sekti më i njohur dhe më, si të thuash, më i shumtë në numër sot në botë, është ai që njihet si dëshmitarët e Jehovait. Dhe këtu kërkoj ndjes nëse dikush tani mund të ndihet i ofenduar ose i rrezikuar në ky mësim ose i keq trajtuar, nuk është fare ky qëllimi. Qëllimi i çdo krishteri është të thotë vërtetën me dashuri. Dhe unë si një besimtar i krishter, nëse nuk do kisha dashuri, edhe për individët që qartazi po ti skanojnë, po e përdor në thonjza termin, me shkrimin e shenjtë të Biblës, që është autoriteti kryesor për krishterët, si për ne protestantët ose ungjillorë protestantët, si për katolikët dhe ortodoksët, nëse nuk kemi këtë dashuri, për këta që dukshëm dalin sektantë, sepse dijnë kontradikt me shkrimin e shenjtë, atëherë ne nuk do flisnim, nuk do thonim fare të vërtetën. Por puna është të themi të vërtetën siç thot Bibla, siç thot shkrimi i shenjtë. Dhe këtu nuk ka asnjë një lloj gjykimi, asnjë një lloj paragjykimi, ka vetëm çfarë mëson Bibla për ato që do ndodhin dhe që po ndodhin. Dhe dëshmitarët e Jehovait, faktikisht nëse i filtrojmë me shkrimin e shenjtë, që është i vetmi mjet nga ku ne njohim të vërtetën. E përsëris, shkrimi i shenjtë, fjala e Zotit, Bibla e shenjtë, pra rrumbullimi i këtyre librave, të ruajtur vetëm nga Perëndia, që sot mësohen në Kish, tregojnë qartësi vetëm të vërtetën. Ky është autoriteti kryesor që duhet të ketë çdo krishter, çdo njeri që do të njohë Zotin. Nëse del në kontradikt me Biblën, del në kontradikt me Krishtin dhe automatikisht kalon
në pozicionin antikrishtit. Dhe dëshmitarët e Jehovait do si thonë vetes të krishterë, nëse përballen në shkrimin e shenjtë, ata kanë disa mësime që nuk janë biblike, pra bien në kontradikt me Biblën. E para, ata mohojnë hyjnin e Krishtit. Pra Krishti për ta nuk është hyjnor, nuk ka trajt perëndie. Ndërkohë që Bibla qartë zgjedh thotë, jo vetëm një herë, po shkoj të flasim Bibla flet vetëm për Krishtin. Besimi krishter, pra edhe Bibla hebraike, pavarësisht se ata nuk kishin zbulesën e plotë, dhe kishin ligjin e Mojsiut, gjithë qëllimi i Perëndisë si në Dhjetën e Vjetër, pra Testamentin e Vjetër, Biblën hebraike dhe plotësimin e shkrimeve në Dhjetën e Re, është vetëm Jezu Krishti. Dhe nëse ati thjeshtësojmë mesazhin si në Dhjetën e Vjetër dhe të Re, është që Krishti do vi, Krishti erdhi, Krishti do kthehet. Po nëse një grup që shkon vetëm krishterë mohon hyjnin e Krishtit, atëherë si mund të quhet i krishterë pas? Pra kemi të bëjmë këtu me një devijim, prandaj edhe quhen pak në optikën e shumë besimtarëve të krishterë, pra këto sekte si pseudo-kristianë. Pra kanë atë velin e krishterë, atë pethkun e krishtërimit, por që kemi të bëjmë me një fet tjetër. Pra, Dëshmitarët e Jehovait janë një organizatë fetare. A kanë ata të përbashkëta me krishterët? Po patjetër, sepse edhe ata Biblën e kanë si një burim. Puna është si interpretojnë ata Biblën. Dhe thamë që një nga mjetet që sektet përdorin është që i shtojnë shkrimit të shenjtë. Dëshmitarët e Jehovait i kanë shtuar shkrimit të shenjtë kullën e rojës. Kulla e rojës janë botimet e tyre mbi interpretimin e shkrimit, dhe ata nuk kanë autoritet Biblën, po kanë autoritet institucionin që interpreton Biblën dhe që shkruan kullën e rojës. Pra shoqatën kulla e rojës, ky është autoriteti i tyre. Pra nuk është Bibla. Dhe ata pranojnë vetëm interpretimin që japin pikërisht këta madhorët që ata kanë, që janë si më të ndriçuarit e kësaj organizate. Dhe historikisht ata mohojnë Krishtin si Perëndi. Duke mohuar Krishtin si Perëndi, ata mohojnë dhe birin e Perëndisë, që Krishti është biri i Perëndisë. Dhe detyrimisht nuk besojnë që Perëndia është Trini e Shenjtë, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Ndërkohë që Bibla qartazi, jo vetëm në Dhjetën e Re me ardhjen e Krishtit, birit të Perëndisë në tokë, por edhe me Dhjetën e Vjetër ka shumë zbulesa. Ku thuhet Fryma e Perëndisë, i tha Zoti Zotit tim, Perëndia ose Zoti i thiri Zotit na qielli dhe lëshoi flakën e Sodomës dhe Gomorrës, shumë pjesë të tjera. Pra flitet shumë qartë që Perëndia është një, po shumës. Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë, po është një. Sepse po në Biblën thotë që Perëndia është frymë, pra është shpirt, nuk është trup fizik. Po, ai ka marrë trupin fizik si në kohën e Abrahamit, ka marrë trupa të tjera në kohën e Mojsiut, kur shfaqën shkurën flakëruese që nuk digjej me radhë me radhë. Pra është Perëndi bën çfarë dojë. Është i pakufizuar. Po që shkrimi thotë qartë që Perëndia na ka folur në fillim nëpërmjet profetëve, sot po shkrimi, pra flet për ditët pas Krishtit, na ka folur në anë të birit. Dhe kush mohon birin nuk ka asatin të shkrimi. Dhe kush është antikrishti? Thotë ai që mohon birin e Perëndisë. Dhe vetë shkrimi thotë, po Bibla, dhe pak është çudi që si grupe të tilla lexojnë Biblën dhe i thonë vetes krishterë. Kur Bibla thotë qartazi, është misteri i madh, Perëndia erdhi në mish, në Jezu Krishtin, në trupin e tij banon gjithë plotësia e Perëndisë, pra mos harrim të Perëndia është frymë. Dhe askush nuk e ka parë Perëndin, por biri i tij vetëm lindur e bëri atë të njohur. Jezu Krishti. Vetë apostulli shkruan, apostulli parë që Krishti thotë mbi të gjitha është Perëndi në anshim. Amen. Dhe ka çelësinë të vdekjes dhe jetës, të ferrit dhe të parajsës, dhe Krishti do gjykojë të gjallë dhe të vdekur në ditën e rikthimit. Atëherë si mund të gjykojë Krishti të gjallë dhe të vdekur, kur ai nuk ka trajt hyjnore, nuk është Perëndi? Dhe si mund të besosh Biblën kur nuk beson Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë? Që flitet qartë, se kemi skerën e Jezusit gjatë pakëzimit e Gjon Pakëzori, dhe na thuhet Fryma e Shenjtë në formë plumbi është zbriti mbi të. Dhe Perëndia atë foli nga qielli, ky është biri im i dashur, në të jam i kënaqur.
Edhe një tjetër në shpërfytyrimin e Krishtit të mal, tha ky është biri im, dëgjojeni. Ati biri frymërshenjtë është shumë e dukshme në libër. Dhe çdo i krishter, pak nga ata që njoh kufuz dhe veten tim, është vetë Perëndia, pra ati ynë, që me frymën e shenjtë ta drejton tek fjala që është biri i tij. Dhe fjala nuk po themi thjesht libri, po themi logosi, njohuria e Perëndisë, që na ka ardhur në Krishtin. Në fillim ishte fjala, fjala ishte me pranë Perëndisë, fjala ishte Perëndi, fjala erdhi në mish dhe u bë dritë e botës. Tani kur na thon fillim ishte fjala, ishte Bibla dhe Krishterët e vllajt nuk e pranojnë fjalën e Perëndisë pra dhe që është, atëherë automatikisht janë një sekt brenda krishterërimit. Pra nuk janë krishterë, janë pseudo-krishterë sipas Biblës. Sepse nuk janë në doktrinë me shëndosh, por kanë interpretimin e tyre të Biblës. Pra, Krishterët e vllajt ndjekin fenë e tyre ose më saktë kullën e rojes dhe institucionin që shkruan dhe jo Biblën. Pra i kanë shkruar shkrimin dhe i kanë hequr shkrimin e shenjtë. Pra i themi këto jo për dëshmitarëve të vllajt, ne nuk kemi asgjë me ta, klasik krishterë, përveç se dashurisë dhe dëshirës që ata të njohin të vërtetën, që të bëhen të lirë nga ky institucion fetar. Sepse Krishti nuk ka ardhur të themeloj fe, Krishti erdhi të tregojë rrugën, të vërtetën dhe jetën, që shkon për tek Ati Perëndia. Nuk erdhi ndërtoi institucione Jezus. Madje institucionet e vranë atë në kryq, fetarët e vranë, farisejt, pritërimit e kohës. Se nuk besuan që ishte Mesia. I shumë pritur, se ta prisin një Mesia, një mbret me shpatë që do i udhëhiqte e do i bënte një kom të madh. Ndërkohë që fjala e Perëndisë thoshte që mbretëria e Perëndisë nuk do i qëndrojë te kombi, por do i jepet të gjithë botës, sepse krishterimi është besimi universal, nuk i takon një kombi, një shteti. Dhe gjithsesi që mos të zgjatemi, dhe përveç kësaj ata kanë interpretime të tjera që Krishti është ëngjëll. Atje është ëngjëlli, mos gaboj Gabrieli, të tjera, ndërkohë që shkrimi thotë qartazi që ai nuk është i tillë, është vetë Perëndia i manifestuar në mish, në birin e tij. Pra këtë thot Bibla. Dhe një sekt tjetër i ngjashëm, pseudo-krishterë, janë pikërisht ata që quhen Kisha e Jezu Krishtit dhe shenjtorëve të ditëve të fundit. Pra ata i thon vetes Kisha e Jezu Krishtit dhe shenjtorët e ditëve të fundit, njohur si mormonët. Qofse nuk e keni parasysh, në fakt në Skype mund të shikoni edhe foto, janë këta individ që dalin të veshur me të bardha, të buzëqeshur gjithmonë, dhe ç'është më e bukur, pak ndryshe nga Krishterët e vllajt, që pretendojnë se kanë Biblën, por në fakt kanë interpretimin e Biblës në sajt institucionit të tyre fetar, dhe në fakt është shkulla e rojës, Bibla e tyre. Mormonët dalin hapur që thotë ne kemi librin e Mormonit, më shumë se Bibla. Pra sipas tyre, Bibla në një farë mënyre është korruptuar gjatë rrugës, ka humbur e vërteta, dhe besimi krishter që sot është i rrem sipas tyre, pra flasëm as i gjërë çfarë mendojnë ata. Dhe Perëndia dashur pa dashur nuk ka ditur të mbrojë dot as fjalën e tij, as kishën e tij, ndërkohë që Krishti, domthon Zoti, Perëndia thotë që unë vigjiloj mbi fjalën time, dhe fjala ime s'kthehet kur bosh. Dhe toka kalon, qielli kalon, gjithçka kalon, fjala ime mbetet për jetë, thotë, unë jam Zoti, nuk ndryshoj. Dhe fjala ime do gjykojë, thotë në fund. Pra Perëndia është vetë fjala, pra është vetë logosi. Po ndryshoj fjala e Perëndisë, i bi që ndryshoj Perëndia. Po humbi fjala e Perëndisë, i bi të humbi fjala. Po deformua fjala e Perëndisë, u shtrëmbërua, u hoqur, atë është si të shtrëmbërosh Perëndinë. Dhe nuk e bën dot këtë gjë. Pra e vërteta e tij, pra nuk po flasim vetëm libri fizik i Biblës. Është logosi, është vetë e vërteta që është absolute dhe e përjetshme. Ekziston në çdo kohë logosi. Mos harrojmë, në fillim ishte fjala. Dhe na thuhet fjala ishte pranë Perëndisë, ishte Perëndi, erdhi në mish dhe ishte dritë e botës. Dhe fjala është Jezu Krishti, pra Jezusi është Perëndi. Nëse e ndrojmë fjalën logos me Jezus, që në fakt është ai që është, në fillim ishte Jezu Krishti, Jezu Krishti ishte me Perëndin, aty bie frymërisht dhe është frymë Perëndia. Jezu Krishti ishte Perëndi që prej fillimit, domethënë infinit.
Alfa dhe Omega, do të thonë ekziston si në të kaluarën, në tashme, në të ardhmen, nuk ka fund Perëndia. Dhe Jezu Krishti erdhi në mish, sipas profecive të dhjetës së vjetër, pra Biblës hebraike, në Virgjëreshën Marie, profetizuar. Dhe ishte dritë e botës, kush? Fjala e Perëndisë. Pra nuk ndryshon dot fjala. Mormonët thonë humbi fjala e Perëndisë, pra nuk kishte më Zot, mira vite. Dhe ata pretendojnë që profeti i tyre, ka Joseph Smith, që është profeti që ka themeluar këtë fe, duke kërkuar në ca gërmime thesaresh në Amerikë, gjeti ca pllaka floriri në një botë e vjetër, mistike, ca gjëra të tilla, dhe sipas tij ishin populli hebrej emigruar në Amerikë që i kishte ruajtur këto. Pra Bibla u deformua dhe ky i gjeti domethënë këto pllakat e arit dhe i deshifroi ato shkrimet dhe doli libri i Mormonit. Pra këtë besojnë ata, pra sipas tyre Bibla është e korruptuar. Bibla është e deformuar dhe libri i Mormonit është ai saktë domethënë. Do sa dishptarët e vajt thonë që është Bibla, është në rregull, por nuk e kuptojnë dot të gjithë. Ndërkohë që vetë Krishti thotë fryma e së vërtetës, pra fryma e shenjtë, personi i tretë i Trinitës. Duhet mësuesi juaj, ngushëlluesi juaj dhe do drejtohet tek e vërteta. Ku është e vërteta? Te fjalat e Biblës. Pra mësuesi çdo krishterë është fryma e shenjtë, është vetë Perëndia që çon te fjala. Kurse këta, domethënë ky sekt i mormonëve thonë që është libri i Mormonit është e vërteta. Pra zbulesa që ishte zbulesa angjëllore, pra i doli dhe angjëll i Joseph Smithit, dhe i tregoi këtë librin, të pllakat, dhe këta kanë komplet mësime të reja për Perëndin. Pra nuk kanë më mësimet biblike. Mësimet biblike këta është si thua një etapë, kurse këta kanë etapën tjetër, dhe këta mësojnë për më tepër që Krishti është vllai i Satanait. Pra Zoti është vllai i djallit. Ati Perëndi është në trup njerëzor, pra nuk do të thonë që Perëndia është frymë, pra është trup, edhe Ati, edhe Biri, edhe fryma e shenjtë duhet të trup. Janë tre zotër. Pra nuk do të thonë edhe që është një Zot është frymë, është Ati, Biri dhe fryma e shenjtë. Pra i marrin si trupa. Kjo i bën këta politeist. Pra këta besojnë në tre perëndi të ndryshëm. Jezusi sipas tyre është vëlla me Satanin, kurse Ati Perëndi thotë ka qenë njeri si ne, por duke bërë vepra të mira, duke bërë mirë u bë perëndi i këtij planeti. Dhe sipas tyre ata mësojnë gjithashtu që nëse ti vazhdon bën vepra të mira, dhe ti bëhesh perëndi i një planeti tjetër ose një galaktike tjetër. Pra tjetër doktrinë që absolutisht është jo biblike, po është libri i Mormonit, nuk ka lidhje me Biblën. Ata thonë vetes isha Jezu Krishtit dhe shenjtori i ditës së fundit, ai Jezu Krishti. Pra një Krisht tjetër, pra antikrist. Dhe ndërkohë që Bibla mëson që jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit përmes besimit në këtë hir të manifestuar në Krishtin, pra Krishti pagoi për mëkatet tona në kryq, dhe kush beson në të merr shpëtimin dhe faljen e mëkateve, fal gjabut të Krishtit. Ta jo mësojnë që me vepra duke bërë mirë, jo vetëm që shpëtohesh, po ti bëhesh edhe perëndi thonë ta. Pra njeriu bëhet perëndi me vepra dhe sundon në një planet tjetër. Pra këto janë mësimet e Mormonit. Kuptohet ata prezantojnë si krishterë, si dele, po për brenda ato shkrimin kujdes, sepse kanë komplet një mësim të rrem. Dhe besoj janë dy prej sekteve më të njohura në Shqipëri, të tjera sekte që po hyjnë janë ata që kanë ungjillin e prosperitetit. Thonë Zoti do që ty të bëj të pasur, të bëj suksesshëm, të bëj të shëndetshëm, dhe po i dhe lek organizatës tonë para, Zoti do të bekoj, do të japi shumë para. Dhe që Krishti thotë biri njeriu s'ka ku vë kokën. Pra Krishti nuk dënonte paran, Krishti dënonte lakmin për para, që sipas Biblës është rrënja e gjitha të tjera. Më kuptoni? Pra Krishti flet për gjëra frymore, jo për gjëra materiale. Pra që ka të tjera sekte, pra ndryshe nga Mormonët, predikojnë paran. Pra kanë Zot paran që në Bibël është Mamoni. Dhe Mamoni është një frymë tjetër djallëzore, domethënë, që shumë të ashtuar të krishterë e adhurojnë. E adhurojnë pa ditur sepse nuk njohin shkrimin, nuk hetojnë shkrimin. Të tjera sekte janë ato që njihen si hiperkarizmatike, të cilët e shmangin Biblën dhe fokusojnë te përjetimet e tyre personale. Dhe këta njerëz do janë të dyzuar, thonë që nuk e di kush më foli, ai ishte Zoti, pra fryma e shenjtë apo fryma e djallit. Dhe prap
bën gabimin fatal që nuk hetojnë shkrimin në shenjë. Dhe nuk jetojnë në bashkësi në kishë, po e ndjekin Zotin në thonjzat tyre me përjetime personale. Tani, Zoti ndërhyn tek njeriu. Dhe përjetimi personal nuk është se është tërësisht mashtrim. Perëndia në frymën e shenjtë patjetër që njeriu e drejton në jetën e tij shpirtërore. Por ama na thuhet në Bibël që së pari e drejton që ta bindi për mëkatin. Ta bindi që është mëkatar dhe që i duhet një shpëtimtar. Dhe vetë Zoti Perëndia është shpëtimtar, i ardhur në Krishtin që pagoi për mëkatet e tij. Për këtë të bind fryma e shenjtë për së pari, pra në radhë të parë. Pastaj ti dhunti frymërore, po dhuntit frymërore të Bibla janë dhënë që ti të ndërtosh njëri tjetrin, të ndërtoni kishën. Jo për veten tënde. Dhe së treti, fryma e shenjtë gjithashtu të çon tek e gjitha vërtetat e shkrimit të Bibla. Kurse hiperkarizmatikët bëjnë gabimin që e para nuk e quajnë veten mëkatar, e quajnë veten si të veçantë, si të zgjedhur. Pra tregojnë që nuk është fryma e shenjtë, që e bind për mëkatin dhe mbushullon për shpëtimin që ofrohet në Krishtin. Së dyti, mendojnë që janë më të mirë se të tjerët dhe preferojnë ta ndjekin besimin vetëm, kryesisht vetëm ose në grupe të vogla, pra në si sekte. Dhe së treti eliminojnë Biblën, pra në sensin dim Biblën, po thjesht marrin një varg atje, një varg këtu, një varg atje, një varg aty, pra çfarë i pëlqen, dhe nuk e ndjekin Biblën në tërësi. Dhe Bibla në tërësi nuk e vë tekstin tek njeriu të mëkatarit. Bibla i jep lavdi Perëndis. Perëndia është alfa dhe omega. Hiperkarizmatikët e kanë krishterimin për vete, jo për Zotin. Gjithsesi ka sekte të shumta, por për të kohës nuk mund të zgjatemi dot më. Por në dash Zotin, nëse keni interes mund të shkruani dhe në dash Zotin mund të përgatisim të tjera video për këto tema. Por më të njohurit janë këta që thanë pra dëshmitarët e Jehovait dhe mormonët si sekte pseudo-kristiane. Por po flasim për sekte brenda ombrellës së krishterimit. Kujdes, janë sekte, nuk e përkasin në denominacione. Sikurse ka sekte të tjera edhe në traditat e njohura, pra mes protestantësh, mes katolikësh, mes ortodoks, pra ka sekte. Dhe ku ti dallosh? Ai dallon në momentin që ata vjen pikërisht në këto territore heretike, po thënë. Heretike pra është mësimi rrem. Që thonë që Biblën nuk ka kanë mësuar mirë, çfarë dini deri më sot nuk është në rregull, ne kemi të vërtetën absolute, interpretimin e saktë të Biblës. Ose vetëm ne, organizata jon, jemi ata që shpëtohen dhe vënë parajs. Të gjithë tjerët krishterë do vënë ferr për shkak. Pra kush mëson ekskluzivizëm në krishterim, direkt klasifikohet si sekt ose si kult. Pra ose është një grup që mban veten si ekskluziv, si të vetmit të shpëtuar, ose të vetmit që kanë të vërtetën, siç bëjnë dhe mormonët, Jehovait e tjerë, ose mund të jetë një sekt heretik ose një grupim i devijuar, i udhëhequr nga një lider karizmatik që e mban veten më lart se të tjerët. Në krishterim po flas. Prandaj duhet pasur shumë kujdes sepse pasojat që lën ndjekja e këtyre feve që nuk janë krishtera janë shumë të rënda. Dhe largojnë njeriu nga drita, e largojnë nga drita vërtet, nga Zoti. Dhe njeriu do jetojë si një fetar, por nuk do prodhoj frutet mira për Perëndin, nuk prodhoj vepra të mira, nuk do prodhoj dashuri. Dhe rrezikon që të vdesë shpirtërisht. Dhe ta shoj besimin si një performancë, që duhet të bëjë mirë që të veten parajs. Ndërkohë që Bibla mëson komplet kundërtën. Po Bibla mëson veprat e mira, po veprat e mira janë rezultat i rilindjes shpirtërore që besimtari merr kur i falen mëkatet dhe pasi ka besuar Ungjillin, Ungjillin e Krishtit. Rezultati po janë veprat e mira, duket njeriu i rilindur. Dhe i dalin natyrshëm ato sepse ka një natyrë të re, ka një karakter tjetër, pra është një krijesë e re. Po jo ti bësh me sforca për të shpëtuar. Dhe nuk e mëson Bibla. Te mësojnë fetë njerëzore, traditat dhe filozofitë njerëzore që nuk njohin Perëndin e Biblës. Pra këto ishin disa sekte brenda krishterimit, jashtë krishterimit. Prap nuk dua këtu të bëj spekulime dhe të nxis debate apo kritika, po sekti më i madh sipas Biblës, pra po të dalim në teologjinë e 5 solave, që thonë. Sola Scriptura, pra vetëm shkrimi, e me radhë, sekti më i madh që është dhe më i njohur në Shqipëri në sajt historisë dhe pushtimit osman është sekti Islam.
Islami që në fillesat e tij, nga krishterët asaj kohe, teologët, është etiketuar si një sekt serioz dhe madje dhe i rrezikshëm për atë kohë. Sot është parapur aq shumë në botë sa që nuk njihet më si sekt, sepse ka numër të madh dhe është besimi i dytë në botë për në amatësia. Por nëse prapë analizojmë me shkrimin e shenjtë doktrinën islame, është tërësisht antibiblik. Pra së pari, ata nuk besojnë trininë e shenjtë, njësoj si të shpëlar dhe uvajt, mohojnë vinin e Krishtit, pra njohin Krishtin si profet, siç e njohin dhe Jehovajt dhe mormonët, por nuk e pranojnë si Mesian. Pavarësisht se ata thonë që lindin në mënyrë të miratyrshme, në Virgjëresha Mari, nga fryma e Allahut, thonë ata. Pra fryma e shenjtë. Dhe kishte edhe librin, fjalën e jetës, si thonë krishterët. Pra i kanë këto pika, sado që e pranojnë që ai është Krishti, prapë mohojnë që është Krishti. Dhe mohojnë hynin e Krishtit, ndërkohë që thonë që Krishti, pra Jezus, Isa që thonë ata, mori plur në tokë, e fryu dhe bëri një zog, një plumb. Po jetën ta jep vetëm Allahu, pra Perëndia sipas tyre. Ndërkohë jetën ja ku ta jep Jezus. Siç krijoi Adamin pra nga pluri, krijoi këtë shpend nga pluri. Pra sado që e pranojnë hynin e Krishtit, prapë mohojnë, thonë jo, nuk është thjesht një njerëz. Pastaj thonë që Jezusi do i gjykojë botën. E dini që në Islam Jezusi do i gjykojë botën? Por ndërkohë ata thonë gjykimin e ka vetëm Allahu, Perëndia. Pra prapë pranojnë, prapë mohojnë. Dhe besoj është një shprehje vjetër që thotë ku ka kontradikt, nuk ka të vërtetë. Po gjithsesi nuk është puna të gjykojmë. Puna është thjesht të shohim në dritë, pra të hedhim dritë përmes Biblës, vetëm shkrimit të shenjtë. Dhe Islami pra është komplet në kontradikt me Biblën. Këto ka të përbashkëta, siç kanë dhe dëshmitarët e Jehovait, siç kanë dhe mormonët, por është e kundërta, është një interpretim komplet tjetër. Dhe siç kanë mormonët librin e mormonit, që thonë është Bibla, por është dhe libri i mormonit që është i saktë, se Bibla është korruptuar, ose dëshmitarët e Jehovait me tunë eros, njësoj edhe muslimanët me Kuranin. Thonë u deformuan, u prishën shkrimet, i prishën njerëzit, pra Zoti s'ka fuqi sipas tyre. Nuk është sovran dhe i gjithëpushtetshëm Perëndia, po i lë njerëzit që të tallaviten me fjalën e tij, dhe u desh të vinte Kurani. Më kuptoni që prapë pranon që Krishti është mbi natyrshëm, jep jetë, do gjykojë dhe prapë është nuk është Krishti. I thonë dhe Isa al-Mesi, Mesia, pra pranojnë që është Mesia dhe e mohojnë që është Mesia. Kjo është studia tjetër e Islamit, por gjithsesi ata kanë interpretimet e tyre pasaj. Dhe kur mos mjafton dhe vetëm Kurani, ata kanë edhe hadithet pasaj. Pra mirë Bibla është korruptuar, po edhe Kurani duhet këtë hadithet e kështu. Pra një sistem fetar, dallimi vetëm është vetëm që ka lindur në Arabi, por është pothuajse e njëjta gjë me mormonët dhe dëshmitarët e Jehovait, që kanë lindur në Amerikë. Sikurse ka sekte tjera që lindin në Amerikë Latine, në Afrikë lindin sekte, në Azi lindin shumë sekte, në Indi akoma dhe më shumë. Pra, Islami thjesht ka lindur në një tjetër gjeografi, pra në Arabi. Për ne shqiptarët patjetër që nuk tingëllon si sekt, sepse ne u bën tashmë pra 500 vite pushtim osman dhe më tepër është bërë normale si një fe zyrtare dhe më me numër, më e shumta. Por mos harrojmë që të shqiptarët deri në shekullin 16 kanë qenë që gjithë krishterë. 16 shekull. Kurse Islami vetëm 5 shekuj është në Shqipëri. Tani kush është më shumë, 16 apo 5? Dhe përveç se Islami mohon Biblën, thotë që vdesën 600 vite pas Krishtit, që Zoti sillet të vërtetën. Patjetër ky Zot është i padrejtë 600 vite i lë njerëzit shkojnë në ferr. Dhe u duhet patjetër që në Arabi aty të pra gjithsesi, thamë që nuk është ideja këtu të gjykojmë, por ideja që sipas Biblës, pra të vërtetës që për ne krishterët është vetëm një se një Perëndi ka, Islami është një sekt jo kristian. Dhe shumë i ngjashëm siç thonë dëshmitarët e Jehovait dhe mormonët, përpos se po shikojmë dhe jetën e profetëve të tyre, për shembull profeti i Islamit. Ai kishte 11 gra plus skllave seksi, konkubina e të tjera me radhë, njësoj dhe profeti i mormonëve kishte rreth 40 gra. Pra më shumë se Muhamedi.
pra Joseph Smith i Mormonëve. Dhe jeta e tyre, për shembull jeta e Joseph Smithit dhe Muhamedit, po ta shkojmë është vetëm me luftra, me sundime, me pushtime, pothuajse një gjë dhe me Joseph Smith. Pra prandaj është tamam një strukturë sektante. Duhet ta themi këtë sepse kjo është e vërteta. Sektet të tjera të ngjashme me Islamin, as sektet judaike, edhe ata mësojnë si Islami që Krishti ka ekzistuar, por nuk është Mesia i shumëpritur. Mësojnë që Bibla, domethënë Dhjata e Re, nuk është zbulesë e Perëndisë, është vetëm Dhjata e Vjetër sipas tyre. Kjo i bashkon me krishterët, se edhe krishterët kanë Dhjatën e Vjetër, pra Biblën hebraike. Por edhe këta kanë marrë Dhjatën e Vjetër dhe i kanë shtuar ato të vetat, kryesisht është Talmudi. Talmudi gjithashtu ka dy tradita, është Talmudi i Babilonës dhe Talmudi i Jerusalemit, pra interpretimet e Dhjatës së Vjetër. Edhe këta si muslimanët mësojnë që nëpërmjet veprave vetëm parajs, pra ti bëhesh perëndi duke bërë mirë dhe duke mbajtur ato ritet fetare. Gjë që ngjasojnë edhe me mormonët dhe shqiptarët e Jehovait. Dhe përveç se Talmudit dhe shumë interpretime të tjera, sektet judaike kanë shpikur dhe Kabalën, që është një tjetër fe mistike, le të themi, që është komplet e devijuar dhe nuk ka lidhje fare me shkrimin e shenjtë, por mëson thjesht gjëra pra filozofike, mistike, okulte, dhe është ndoshta burimi i gjithë mendësisë, pra Kabala që ndikon shumë edhe në mendësinë e sotme të botës. Gjithsesi vazhdojmë të tej, për efekt kohë, budizmi gjithashtu një sekt jo i krishterë, mësojnë që nuk ka perëndi, është vetëm njeriu dhe universi, dhe synimi i njeriu është pra përveç rimishërimit, është që ai të arrisë atë gjendjen që ata e quajnë nirvana, përmes një praktike të rëndë shpirtërore, pra fetare, midis meditimit kryesisht dhe praktikave të tjera muzgjërore. Dhe kur njeriu arrin nirvana, sipas tyre bëhet hiç, bëhet një me gjithësinë, ra hiç, ky shëllimit bëhet hiç. Dhe nuk rimishërohet më në trupa të tjerë fizik. Ngjashëm dhe hinduizmi, po hinduizmi nuk mëson që s'ka perëndi, po thotë ka qindra zotër, të 330 milion perëndi mos gaboj. Midis tyre dhe Donald Trumpi, kemi thënë, është një perëndi i re i shtuar fes hinduiste. Tjera gjëra, rituale fetare, adhurime skulpturash, disa janë vetë frikshme, domethënë, zotërit e tyre, domethënë. Tradita njerëzore, filozofi njerëzore, siç Bibla na paralajmëron, domethënë, dhe hinduizmi mësojnë që nuk ka parajs dhe ferr, po ka rimishërim, pra edhe këta. Po ndryshe nga budistët, këta nuk kanë nirvanën, po kanë gjendjen moksha që ata e quajnë. Këto kanë praktikat e jogës, meditimit, që janë shumë në modë sot. Kam folur për to në video të tjera që mund t'i gjeni. Kujdes, yoga dhe meditimi janë praktika fetare dhe në momentin që i praktikoni dhe shkoni thellë në to, pra nuk i bëni thjesht për shtrishje, për gjimnastik, por shkoni akoma në thellë, ta dini që po bëni pjesë e këtyre sekteve të rrezikshme shpirtërisht dhe në dëshmitë shumë që njoh ka shumë pasoja të rënda ndjekja e këtyre sekteve. Një sekt tjetër në rritje në Amerikë, po është përhapur në gjithë botën, atje kanë dëgjuar që edhe në Shqipëri kanë, ose pak në synojnë të hapin një det, është kjo Scientology, i lindur nga një skenarist regjizor që bënte spekulime, eksperimente qesharake dhe u bë fe edhe kjo. Atje shumë aktorë të Hollywoodit kanë deklaruar që janë pjesë e kësaj feje. Ta pretendojnë se arrin hynoren me praktika të natyre spiritiste, pra spiritualiste. Por ka edhe folës motivues, madje të më të njohurit që si sektet e prosperitetit që thamë, që predikojnë paranë, suksesin, famën, predikojnë dhe pjesë të Scientologjisë. Pra duhet kemi kujdes dhe në folës motivues se çfarë ata mësojnë. Pra nëse mësojnë që ferr nuk ka, parajs nuk ka dhe gjithë jeta është vetëm këtu në tokë, dhe thanë të pinë se nesër do vdesim, që mbi përshkruhet, atëherë ta dini që janë prapë sekte, në sensin mund të merrni këshilla që u vlen, po jo ti ndiqni, sepse do mund të bëheni pjesë pikërisht e këtyre sekteve. Lëvizja e koka e re ose New Age është më e hapur as sot, është miks midis filozofive të ndryshme, kryesisht lindore, po edhe perëndimore. Dash zoti mund të bëjmë një video tjetër për këtë, sepse është shumë e përhapur.
dhe miks i pothuajse të gjitha këtyre feve që po flasim sot, madje edhe pak të grimca krishterimi ka aty, dhe pak a shumë ngjason më së tepërmi me budizmin deri diku në praktik, që është vetëm njeriu dhe universi dhe ti, si thua, manifeston me dëshirat e tua, vibron energji në univers dhe universi ti kthen, domethënë. Është gjithashtu një sekt, por është prapë aq i madh, saqë nuk njihen më si sekte, por gjithashtu nga dëshmi të ndryshme që kam pasur janë mjaft të rrezikshme dhe shumë njerëz në fakt kanë aksesuar në fenomene mbinatyrore, domethënë, për një tyre sekteve dhe kanë parë gjëra shumë të frikshme dhe të tmerrshme, prandaj Zoti mund të flasim në video të tjera. Kemi një lëvizje që është paganizmi i ri, për riktimi i riteve pagane, për adhurimi i natyrës, adhurimi i krijimit, dhe ku që Bibla thotë që kjo është një gjë, është marrëzi, domethënë, për Perëndin të adhurosh krijimin dhe jo krijuesin. Krijimi thjesht dëshmon karakterin, dashurinë e krijuesit, por janë rikthyer këto. Pra, besimi në shumë zota, në krijim, sikurse tham, e të tjera. Gnosticizmi gjithashtu është një pjesë shumë e rëndësishme e shoqërisë që jetojmë. Pra, grupe ose individ që pretendojnë se kanë një urinë e fshehtë ose një urinë sekrete ose din diçka që të tjerët nuk e dinë, dhe fillojnë kërkojnë dhe thellohen, fillojnë interpretime, fillojnë në misticizëm, në okultizëm, në rituale që çojnë pastaj vetëm në errësirë, domethënë në errësirë shumë të thellë shpirtërore. Munis është gjithashtu, edhe te kam shtuar sepse është një organizatë që mora vesh që ekziston në Shqipëri, është ndër sektet më të rrezikshme në fakt në botë, koreano-jugore. Munis nga mbiemri i atij kultistit që ka themeluar Muni, ai pretendon se Jezu Krishti nuk e mbaroi veprën e tij sepse nuk u martua. Dhe ky predikon martesën dhe ky është, si thua, Mesia, Krishti i tjetër, domethënë. Dhe këta janë të famshëm për ato martesat në grup, pra kryejnë shumë martesa. Gjithsesi është një sektë i rrezikshëm, kontrollues, manipulues, si të gjithë këto që po flasim. Sikizmi gjithashtu një deg midis Islamit dhe Hinduizmit, Jainizmi, po këta në tepër orientale, gjithashtu Bahai e të tjera. Pra edhe Bahai ka qenë, nuk e dinë se çfarë vazhdon në Shqipëri, sektë islamik. E kështu me radhë. Pra, miq të dashur, e përsëris, për ju që ndiqni për të parë dhe mund të duket e çuditshme ose mund të jeni të tronditur, nuk është fare ideja të gjykojmë, por ideja është që Perëndia na thotë në Bibël, fjala që unë kam shpallur thotë Perëndia do t'i gjykoj. Dhe Perëndia ka dhënë fjalën, nëse rikthehemi, është vetëm një Perëndi dhe vetëm një fjalë, një shkrim. Dhe shkrimi profetizon që ti lidhesh dhe shpëton me anë të besimit tek Perëndi, vetëm me anë të hirit të Perëndisë, është dashuria dhe mëshira e pamerituar e tij, që ky Perëndi na jep neve, se të gjithë jemi mëkatarë sipas shkrimit të shenjtë. Dhe këtë hir Perëndia jep vetëm në Krishtin. Krishti është e vetmja rrugë, e vetmja vërtet, e vetmja jetë. Pra Krishti nuk është mbiemër, Krishti është titulli, pra është shpëtimtari. Dhe emri i Jezus, që ne kemi nga forma latine ose greko-romake, Isus, është Jeshua, që në hebraisht do të thotë Zoti shpëton. Pra ky është besimi i vërtet, Zoti shpëton njeriu, jo njeriu bëhet Zot dhe shpëtohet. Dhe sola e 5 për shembull është që kjo bëhet vetëm për lavdinë e Perëndisë, jo për lavdinë e njeriu. Që kaq mjafton për ta identifikuar një sektë. Çfarë shkrimi po e mësojnë? Nëse nuk mësojnë fjalën e Perëndisë, Biblën, sektë. Nëse nuk mësojnë që shpëtohesh me anë të besimit tek hiri i Perëndisë, te dashuria dhe mëshira e tij, pra ai Perëndia është iniciatori i shpëtimit. Dhe hiri thotë ju shfaqet gjithë të Bibla. Unë as kush beson këtë hiri. Nëse nuk mëson këtë, po thotë jo, duhet të bësh vepra, që të shpëtosh, të ndriçohesh, të rritesh, të harrish këto gjëra hyjnore, prapë është një sektë. Nëse thonë që është Krishti, po ka vetë sa rrugë të tjera, sa profetë të tjerë, sa krishterë të tjerë, është prapë sektë. Sepse vetë Jezusi si thotë, unë jam rruga e vërteta dhe jeta dhe askush nuk shkon tek Ati, vetëm për jetën e jetë. Dhe Krishti është fjala e Perëndisë. Fjalën ka dhënë Zoti, logosin, të vërtetën.
e vërteta duhet të bëhet mirë. Dhe gjithë kjo bëhet vetëm për lavdinë e Perëndisë. Kurse sektet mësojnë që është dhe lavdia jote. Pra duhet të bësh ti vepra, ose ti duhet të bësh i pasur, ose tjera gjëra që folëm pak më parë. Ose vetëm ti ke njohurinë e fshet, ose vetëm unë e kam njohurinë e fshet. Pra fet ndjekin njerëzit. Kurse krishterimi i vërtet i biblik ndjek Krishtin, si të vetmin ndërmjetës midis Perëndisë dhe njeriu. Që Perëndia solli për të vënë në vend lavdinë e tij. Dhe gjithçka është për Perëndin, jo për njerëz. Kështu që prandaj një pjesë e madhe e njerëzve vjen prej sekteve, sepse ata duan përfitimin e tyre personal. Ky është problemi. Ndërkohë që Bibla këtë gjë e dënon, thotë mirë ata që e shohin besimin si mënyrë përfitimi. Tani kuptohet Perëndia të jep përfitime, të bekon, sidomos përfitime shpirtërore, që njeriu të rritet dhe të jetojë i lirë. Por mos harrojmë gjithçka bëhet për lavdinë e Perëndisë. Dhe nëse dikush krenohet të shkruajë shtet, le të krenohet për atë që Perëndia ka bërë me të. Jo për veten e tij. Kurse sektet thonë jo, duhet të ndjekësh këtë njerëz, duhet të ndjekësh këtë fe, këtë praktikë, dhe ti duhet të bësh mirë dhe ti e meriton parajsin. Ose meriton rimishërimin ose të tjera gjëra që ata kanë. Këto janë tradita njerëzore dhe filozofi njerëzore që nuk njohin të vërtetën. Dhe kalojmë te pse po e bëjmë gjithë këtë dashuri, sepse janë dhe rreziqet dhe simptomat. Pra parat janë rreziqe shpirtërore. Pra mos harrojmë, edhe shkenca ka faktuar që energjia nuk shteron, energjia nuk vdes, nuk mbaron. Energjia thjesht ndryshon formë. Me shpirtin ton, në Bibël na thotë që shpirti nuk vdes, është pa vdekshëm. Prandaj Perëndia ka edhe ferrin, edhe parajsin. I ka krijuar të dyja Perëndia. Ferrin thot për Satanin dhe angjëjt e tij. Pra tu do vënë gjithë ata që kanë shërbyer Satanit dhe gënjeshtrës. Sepse Satani na thuhet, djalli është gënjeshtar, babai i gënjeshtrës dhe njeri vrasës që nga fillimi. Pra Satani me gënjeshtrën e tij dhe me fetë që shpik, do ta shkatrojë njeriu, që njeriu shpirti i tij mos të vërë në përjetësi pranë Perëndisë. Do ta shënë në rrugë të gabuara që do vërë në ferr aty ku do jetë ai. Pra po themi thjesht këtë si fëmijë për ta kuptuar që plani i Perëndisë është dhe dëshira e tij është që askush të mos të humbas. Pra shkojë në rrugën e humbësit që është Satani. Por secili të ketë jetën e përjetshme pranë Perëndisë. Pra Perëndia do të gjithë. Edhe pse jemi mëkatarë, të gjithë jemi mëkatarë, do të flas. Unë as çfarë vendimi më për jetën? Do të jetosh jetën e vërtet apo jetën e gënjeshtër? Tani jeta e vërtetë është pranë Perëndisë. Dhe një është Perëndia, njëri ka folur dhe ka thënë të gjitha çfarë na duhet për të shtuar shpirtin. Dhe kemi fjalën e tij. Na ka folur mes profetëve, vetë Jezu Krishtin dhe apostujve. Dhe e vërteta është e hapur për të gjithë, nuk ka këtu misticizma, sekrete, si ai libri sekreti. Pra më kuptoni, se bëjmë pak shaka, po e vërteta është e hidhur. Sepse askush nuk pranon që jemi mëkatar, po jemi mëkatar dhe na duhet një shpëtimtar. Prandaj vetë Zoti erdhi për ta shpëtuar njeriu. Të na thotë shkëmish. Dhe nëse nuk kërkojmë Perëndin, dhe Perëndia kërkohet vetëm me gjithë zemër. Vetëm ata që ndjejnë nevojën e Perëndisë, që e shohin që nuk jetojnë dot pa Perëndin. Me të varfrit në shpirt ose të varfrit në frym të fjalës e Perëndisë. Vetëm atyre do jepet mbretëria e qiellit. Kështu do shkrimi. Pra kur pranon që je i varur dhe ke shumë nevojë për Perëndin, nuk ja del dot pa Perëndin. Atëherë do të kërkosh se Perëndia aty ynë, përmes frymës së shenjtë, do të çojë fjala e tij. Që nëse ka arritur shosh deri këtu, besoj se Perëndia ka sjell deri këtu. Besoj se pjesa më e mirë nuk ka arritur të shikojë as fillimin e kësaj video. Sepse duan gjëra të thjeshta, duan të bubullisin veshët, duan filozofi njerëzore, kurse ky kanal, më saktë, ky njeri që Perëndia po përdor për të thënë të vërtetën, me aq dashuri sa mundet, nuk është për të qëllim i dashurisë. Ky është një kanal që ty të afrohesh me Perëndin, bekohesh dhe të shpëtojë shpirtin jot të shkojnë në parajs. Dhe vetëm një rrugë ka, se një Perëndi ka, nuk mund të ketë disa rrugë që thonë gjëra të kundërta e të shkojnë tek një Perëndi. Dhe kur Perëndia në Bibël na thotë është Perëndi i rregullit, jo i kaosit. Tani si mund të thotë tjetri, Antikrishti
Këtu kemi Krishtin, po ndi Krishtin dhe dy të shënë të Perëndia. Po jo, ai që është kundërshtar i Krishtit, kundërshtar i Zotit, nuk shënë të Perëndia. Shon tjetër rrugë. Kështu rreziku i parë është rreziku shpirtëror, prandaj po e themi këto. Pra ku do kalosh përjetësinë? Pasi trupi ta lër, shpirti ta lër të trup. Ku do verë shpirti jot? Kjo është pyetja që mundi bëj vetes. Jezusi thot, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon tek Ati vetëm përmjet meje. Pra, Perëndia ka dhënë Jezusin. Ka dhënë birin e tij, ka ardhur vetë, Logos i mishëruar. Ky ishte fjala e Perëndis. Erdhi në mish të vitë botës. Për të shpëtuar ty edhe mua. Sepse do Perëndia këtë gjë, është për lavdinë e tij. Puna është, a e pranon ose jo? Dhe Perëndia ka dhënë të drejtën e lirë secili ta pranojë vetë këtë gjë. Ta zgjedhë vetë. Nëse do të afrohet me Perëndin, ta njohë ose jo krijuesin e tij. Po nëse do të njohësh Perëndin dhe i hyn këtyre sekteve, ta dish që je futur në një rrugë shumë të rrezikshme për shpirtin tënd. Rreziku i parë është mashtrimi doktrinal, pra çfarë mësimi japin. Nëse ta mohohen sikur një nga ato 5 sola që thanë. Pra vetëm fjala e Perëndis. Vetëm me besim shpëton. Vetëm në hirin e Perëndis. Vetëm në Krishtin. Dhe vetëm për lavdinë e Perëndis. Nëse ikën një nga këto, atëherë ke një doktrinë jo të shëndoshë. Dhe çfarë nuk është shëndosh, nuk është shëndetshme, është e kalbur, është toksike. Dhe do të tregohet te veprat e tyre, te gjendja jote, si ti sillesh, si jeton. Pra mashtrimi doktrinal është i parë një. Dhe strategjia e të ligut është gjithmonë ta reklamojë si gjë të mirë atë. Pra të jep gjithmonë atë reklamën. Unë e quaj si karamele, janë ato karamele që kanë atë mbështjelljen e sheqert dhe brenda kanë lëng. Kështu është edhe mashtrimi doktrinal. Ka ato të ëmbëlsirën në fillim, po ai lëngu pastaj është helm. Rezultati është shumë negativ për shpirtin e njeriu dhe njeriu mashtrohet dhe ka pasojë shumë të rënda për jetën e tij dhe për shpirtin e tij. Së dyti, sektet dhe kultet japin një shpëtim të rrem. Për shembull, përmenda këto sektet më popullore sot, që qarkullojnë dhe online me shumicë edhe në Shqipëri. Predikojnë nuk ka ferr dhe nuk ka parajs, është gjendja jote mendore. Dhe pastaj thotë hajde ndërtojmë parajsën totë. Pra, ti thon s'ka parajs, ta e ndërtojmë në parajsën. Pra kupton çfarë bëjnë? Jezusi thotë largohu nga këta sepse janë të verbër, thotë, që prind të verbrit. Pra një verbër, prind sa të verbër, dhe të gjithë verbërit bashkë, edhe ku do vjen ata bjen të gjithë ngrohtë. Si s'ka ferr dhe parajs. Dhe pastaj thua prapë do ndërtojmë në parajs. Po kush je ti? Atëherë po e bën vetëm Perëndi, dhe këta thon po, jam Perëndi, kam mendjen e Zotit, thotë. Dhe një thotë kam dhe mendjen e Krishtit. Pastaj thonë është frekuencë, ti bëhesh një me Zotin dhe bëhesh Krishti. Këtë mësoi vetë djalli Evës te kopshi i Edenit. Kur i tha, po të hani frutin e ndaluar, pak ishte problem te fruti, ishte bindja ndaj fjalës Perëndis. Ju do bëheni si Zoti, dhe ata hëndën dhe pretendojnë të bëni si Zoti. Dhe ranë në mëkat, u prish natyrën e tyre. Mëkatin që trashëgojmë edhe në sot. Pra djalli është njësoj, thjesht ndron maskat. Dhe tallet me njeriu, e shkatron njeriu, e gënjen, dhe i thotë ja ti je Zoti, shkon sa bukur je ti. Dhe i vdes kalbet shpirtërisht, rënohet. Dhe kush jeton në iluzion, bën dhe si suksesshëm, bën si i pasur, bën si dhe i mësojnë njerëzit tamam të verbër që ndjekin verbër. Sepse janë të verbër shpirtërisht. Zemra e tyre është e errët. Kuptoni fal rrugës që ata kanë zgjedhur. Dhe mirë ata që i ndjekin. Mirë ata që i ndjekin. Tjetër gjë është largim nga besimi i vërtet. Mos harrojmë, një është Perëndia, një besim, një e vërtet. Nuk ka disa të vërteta. Sepse i biti jemi se ata hinduistët, ton ka 330 milion zotër, edhe Donald Trumpi 331 milion. Jo, 330 e një në fund atje, pik 001 zot. Donald Trumpi në Indi adhurohet nga sekte hinduiste. E quajnë Perëndi Donald Trumpi, e kupton? Pra lëre njeriu në mëkatin e tij, në errësirën e tij, në verbërinë e tij, pa fjalën e Perëndis. Mos harro në fillim ishte fjala, duhet ta përsërisim. Dhe çfarë bën njeriu ja shpik këto gjëra. Dhe njerëzit i tingëllojnë bukur dhe vetë i ndjekin. Dhe mos u duket çudi që si ka njerëz adhurojnë Donald Trumpi, po ne
Në komunizëm kemi adhuruar edhe Enver Hoxhën. Ne thoshim Perëndia është partia, e vërteta është ideali i partisë, Enver Hoxha u bë si Krishti në fund. Dhe ku ka vënë këmbën Enveri, thoshin komunistët, ne do vëmë kokën, pra do vdesim, edhe Bardh do hampet, edhe gjak do derdhin, dhe idealin e partisë dhe Enverin s'do harrojmë. Pse? Sepse kulti i individit, kultisti ishte edhe Enveri. Hiqe Zotin, hiqe të vërtetën nga jeta e njeriu, hiqe fjalën e Perëndisë nga jeta e njeriu, njeriu verbërohet, qërrohet dhe nuk dallon çfarë është e mirë, çfarë është e keqe, çfarë është e drejtë, çfarë është e gabuar. Dhe ja, shqiptarët po, 50 vite kanë adhuruar Enver Hoxhën, do ta pranojmë këtë gjë. Ai ishte Zoti i shqiptarëve dhe vazhdon të jetë për disa akoma. Dhe mos u duket çudi që ka shqiptarë që adhurojnë politikanët edhe sot. Nëse nuk jeni të vërtetë. Kështu që mos u duket çudi adhurimi që ata indianët i bëjnë Donald Trumpit. Se dhe në shqiptar kemi bërë dhe vazhdojmë bëjmë njësoj. Në Shqipëri njerëz që takoj të rinj imitojnë politikanët në Shqipëri. Pra bëjnë si ata, flasin si ata, sillen si ata, pse? Sepse ata janë kulti. Dhe kjo ndodh sepse njeriu është krijuar në shëmbullimin e Perëndisë, në ato shkrimi i shenjtë, por është bërë i tillë nga Perëndia që të ketë një marrëdhënie me Perëndinë. Pra njeriu është krijesë shpirtërore, prandaj do të. Po kur nuk njeh të vërtetën, nuk kërkon Perëndinë, se vetëm Perëndia të çon dhe Bibla. Për një frymë të shenjtë. Nuk e kërkon Perëndinë, do përmbushë shpirtërisht me ta politikan, me para, e me tjera, me qefe, me rrjete sociale, pra do shpikë njeriu gjëra të përmbushë shpirtin, por nuk përmbushë shpirtërisht. Sepse vendin në zemrën e njeriu, pra në shpirtin e njeriu e ka vetëm Perëndia, është krijuar për frymën e shenjtë. Dhe kur s'ke frymën e shenjtë, do mbushesh me këto toksina, po i them unë, pra spiritizëm toksik, prandaj ka kaq shumë sekte dhe kulte. Pra për këtë po e them gjë, që sektet dhe kultet vazhdojnë shumohen e shpikjen, sepse njerëzit nuk kërkojnë të vërtetën, nuk kërkojnë Perëndinë, duan t'ia dalin vetë, duan siç duan ata, sepse zgjendja e rënë e njeriu në mëkat. Por mos harrojmë mëkati prodhon mëkatin dhe mëkati prodhon vdekjen. Sepse Perëndia na jep jetën e vërtetë dhe të përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Lavdi Zotit. Gjithsesi për ju, vëllezër dhe motra të krishterë, në shenjat e alarmit, do shohim tani nëse hasim sektet dhe kulte, janë këto të katërta që po i marrim me radhë. E para është kontrolli i mendimit. Pra kultet dhe sektet kanë tendencën ta kontrollojnë jetën tonë. Pra nëse futesh dhe bëhesh pjesë e tyre, ata fillojnë të manipulojnë. Pra së pari duan të dinë sa më shumë prej teje, në mënyrë që atë informacion ta përdorin pastaj për të manipuluar. Dhe e mbajnë antërsinë kryesisht prej frikës. Për shembull, frika e ndëshkimit, frika e dënimit. Ose përmendin shumë që po bëre këtë do vesh në ferr, po bëre këtë është mëkat, nuk ka fal Zotit. Pra kanë shumë të instrumenta që luajnë me emrin e Zotit në fenë e tyre për të ndëshkuar dhe për ta mbajtur tjetrin në frikë. Sikurse edhe frikën e gjykimit ose frikën e ndëshkimit, që mund të bëhet ndonjëherë edhe në masë kolektive. Së dyti, sektet dhe kultet të injektojnë shumë dyshime për botën e jashtme. Pra ata, ndryshe nga krishterimi, me vërteta që na mëson fjala e Perëndisë dhe fryma e dashurisë Perëndisë, është që ta duan tjetrin, pavarësisht bindjeve të tij. Mos harrojmë që thotë që ka shumë e deshi Perëndia botën, sa dha birin e tij, pra, që askush mos u mbas. Pra Perëndia e do njerëzimin, e do krijimin e tij. Nëse bësh pjesë në një organizate, të cilët të mësojnë ta urresh botën, pra ta urresh tjetrin, pra ta urresh personin që përket një feje tjetër, ose që s'është fare besimtar. Pra nëse të mësojnë urrejtje ndaj tjetrit, dhe ta shohësh gjithçka jashtë me dyshim, atëherë ta dish që je pjesë e një sekte ose kulti. Dhe shenjat janë që do izolohesh pastaj nga bota dhe do armiqësohesh ndaj shoqërisë. Dhe jo vetëm armiqësim ndaj shoqërisë, por edhe armiqësim ndaj besimeve të tjera. Për shembull, ka sekte krishtere që quhen veten si të vetmit krishterë, e vetmi akish, të vetmit të shpëtuar, që armiqësohen me krishterë të tjerë, thonë ju nuk jeni krishterë. Ju do veni në ferr, për shembull, sepse nuk besoni siç besojmë ne. Dhe siç ka sekte brenda krishterësisë, ka dhe jashtë krishterimit.
Të sulmojnë për shembull, shumë mos u shoqëro me këta, mos ri me këtë, mos bëj me atë. Pra nëse kemi izolim dhe armiqësim që ne kundër atyre, ta dini që prapë kemi të bëjmë me një sekt. Në qoftë se institucioni juaj ju mëson këto gjëra, ta dini që jeni pjesë e një sekti ose kulti. Pika e tretë është kërkesa për besnikëri absolute ndaj fesë, institucionit ose leadershipit. Pra kujdes, ata nuk thonë besnikëri ndaj Perëndisë për shembull. Ne të krishterët, paktën në traditën tonë protestante ose ungjillore protestante, besojmë që ndërgjegjen e lirë të çdo njeriu. Pra Perëndia i ka dhënë çdo njeriu vullnetin e lirë, çdo njeri do përgjigjet vetë personalisht do japë llogari para Perëndisë, ditën e fundit, dhe si le doj, besnikëria e tij pritet të jetë vetëm ndaj Perëndisë. Por në qoftë se do mësonim që duhet kesh besnikëri ndaj institucionit tonë fetar, ndaj kishës tonë, ndaj liderit, pra pastorit ose tjetrit, atëherë kemi të bëjmë një sekt ose kult. Sepse nuk është njeriu që të jetojë sipas vullnetit të Perëndisë dhe të pëlqejë Zotit, por duhet të pëlqejë liderit, institucionit dhe fesë përkatëse. Pra më kuptoni, është edhe kjo një tjetër shenjë që dallojnë kultet dhe sektet. Dhe shenja e katërt janë ndryshimet drastike në sjellje. Ngjahen me ato që tham, pra izolim dhe armiqësim si ndaj shoqërisë dhe besimeve të tjera. Pra nëse feja, domethënë, ose kjo organizat të bën të mos kesh dashuri për tjetrin, qoftë ai i çfarë lloj besimi, qoftë edhe pa besim fare. Nëse nuk të shfaqet dashuri për të, nuk të shfaqet dëmshuri për të, dëshirë për ta ndihmuar, por të shfaqet ajo dëshira që unë jam më mirë se ky, ose të neverit tjetri, ose shikon tamam me atë armiqësinë, atëherë dije që Jezu Krishti thotë nga frytet do njihni. Pra profetë e rremës ndryshën mësimet e rreme, kështu që keni të bëni me një sekt që nuk po mësojnë të vërtetën, se vërteta e Perëndisë të çon gjithmonë te dashuria. Pra krishtërimi, gjithë ajka e tij është dashuria dhe e vërteta. Pra fjala e Perëndisë dhe fryma e shenjtë që na shtyn tek e gjithë e vërteta, dhe në fund gjithë e vërtetë është dashuri, sepse vetë Perëndia është dashuri për ty. Po nëse s'ka dashuri, pra hiq dashurinë, dhe fillojnë pastaj jo fetarizma, jo formula, jo doktrina, jo dogma, jo rituale të tjera, dhe njeriu armiqësohet në vend që pra ligështohet, në vend që të përulet, të të rritet dashuria në zemër, atëherë jeni pjesë e një sekti dhe kulti. Dhe sektet dhe kultet nuk është çudi, kanë qenë në kohën e apostujve, tek Galatasve në Bibël, pra libri Galatasve 1, vargu 7, vetë apostulli Paul shkruan që kishës në Galati thotë çuditem sa shpejt po largoheni nga Perëndia, që u thirrën në hirin e Krishtit, e po shkonin drejt një ungjilli tjetër. Pra, ungjilli, pra lajmi i shpëtimit, është shtuar ky varg për të kuptuar që çdo institucion fetar që mëson njeriu që ti nuk je i shpëtuar nga Perëndia në hirin e tij, në Jezu Krishtin përmes besimit tënd, por duhet dhe ti të bësh në një gjë tjetër, siç bënin Galatasit. Galatasit në atë kohë ishin sektet judaike që mësonin që ju duhet të rrethpriteni. Pra të bëni ritualin e dhjetës vjetë, rrethprerja në gjuhën shqiptare më shumë është termi arab synet, që të bëni synet. Po nuk keni bërë synet, i thoshin ata, do veni në ferr. A kuptoni, edhe sot janë këto sekte. Shumë po tha, i shtuar nga Perëndia, nuk shton vetë. Në hirin e tij e ka dhënë Jezu Krishtin, po duhet dhe ti të bësh 1, 2, 3, 4. Atëherë është një gjë tjetër. Pra që njihet si ndonjëherë si legalizëm, pra keni të bësh me një rikthim tek ligji, jo tek hiri. Pra ligji që është i dhënë përmes profetit Mojsiut në Vetën e Vjetër, kurse hiri dhe e vërteta thotë na është dhënë Jezu Krishti. Tani e përsërisim, veprat e mira nuk janë problem. I krishteri bën dhe duhet të bëjë veprat mira dhe mos të lodhet se bëri mirë. Por e bën këtë sepse ka marrë shpëtimin, ka marrë faljen. Perëndia i ka shkruar ligjin në zemrën e tij me frymë të shenjta, thotë fjalë. Dhe ai e do ligjin e Perëndisë në zemër dhe jeton sipas ligjit. Është ligji i hirit dhe i vërtetës. Duke ditur që Krishti ka paguar me gjakun e tij për mëkatet e tij. Pra i bën veprat sepse është i shtuar, jo të shpëtojë.
Pra shpëtimi është falas, është dhuratë, thotë Bibla. Çdo institucion që mëson që shpëtimi nuk është nga Perëndia si dhuratë, por duhet të bësh ti diçka për ta merituar, e kuptoni këtu fillon të deformohet dhe natyra e Perëndisë, që nuk është dashuri. Sepse Bibla mëson që Perëndia është dashuri pa kushte, kurse fet, sektet dhe kultet mësojnë që Perëndia ka vënë sa kushte ty për të shpëtuar. Dhe po si përmbush ato kushte, ti nuk vjen në parajs. Pra kjo është ideja. Shpëtimi është falas në Jezu Krisht. Mënyra për të mbrojtur nga sektet dhe kultet, mënyra e parë themi prapë tek Ungjilli i Gjonit 1:1. Në fillim ishte fjala. Po të njohim fjalën e Perëndisë, do njohim vetë natyrën e Perëndisë. Sepse do shohim si është ai. Si është vetë logosi. Logosi është vetë, si thua, vetë Perëndia, vetë karakteri i tij, vetë udhësia e tij. Shumë në njerëzit flasin, por nuk flet goja, flet dhe mendja dhe zemra, shpirti, pra shpirti del përmes fjalëve tona. Dhe logosi, fjala e Perëndisë, është vetë Perëndia që ka folur përmes profetëve, në Jezu Krishtin dhe apostujve, dhe kemi në Bibël. Një është Perëndia dhe një është fjala, një është e vërteta. Dhe është besimi i parë në një Perëndi, kur gjithë ishin paganë. Pra judaizmi dhe plotësimi i judaizmit në krishterinë. Çfarë del nga fjala e Perëndisë, pastaj jashtë fjalës së Perëndisë nuk ka të bëjë me Perëndin. Kështu që kushti për çdo besimtar që do të njohë Zotin dhe të mbrohet nga sektet dhe kultet, nga rreziku i tyre shpirtëror, dhe shkatrimi i jetës së tij, dhe shkatrimi i jetës së tjerëve përreth, është njohja e mirë e fjalës së Zotit, njohja e mirë e Biblës. Çdo i krishterë ka detyrim ta njohë Biblën. Tani, jo se detyron Perëndia ose detyron kisha, por është tepër një detyrim moral. Sepse nëse shkon në kish, po s'di Biblën, për çfarë shkon në kish? Kisha është siç kanë qenë sinagogat në 10-ën vjetër. Sinagogë do thotë shtëpi lutje. Ti shkon lutesh Zotit në bashkësi dhe mëson fjalën e Zotit, në shkollë kisha. Pra nëse vetëm kish dhe nuk shkollohesh, nuk mëson fjalën e Perëndisë, për çfarë po vete? Dhe këtu po bëj një ndreshje me dashuri për vëllezërit e motrat, që vjen në kish dhe nuk njohin Biblën. Po për çfarë po vete? Dakor, ta udhëron Zotin shumë mirë, amen. Lutesh, amen, kontribon, jep aty, po. Por duhet mësosh Biblën, sepse kisha është si sinagogë. Pra po e bëj të shembull për të kuptuar. Historinë është plotësimi i judaizmit. Si një është Perëndia dhe ka folur dhe në 10 vjetë dhe në 10 është njëti Perëndi. Pra, Perëndin e Biblës besojmë. Dhe kishën ai ka vënë si shtylla dhe themeli së vërtetës, dhe kur mblidheshin dishepujt në kishën e parë, Veprat e Apostujve, Bibla thuhet që ata çdo ditë hapin shkrimet dhe ngulmonin në mësimin e apostujve që mësonin të vërtetën. Pra kjo është alfa, është abetarja, siç mësojmë abetarën në shkollë, do mësojmë dhe Biblën në kish. Kështu që vetëm kur njeh mirë Biblën, atëherë mund t'i bësh ballë këtyre mësimeve të rrëmta. Se po si me Biblën, mund të duken bindës ata apo ato dhe të rekrutojnë në sektet dhe kultet e tyre. Po të shikojmë të Veprat e Apostujve 17:19, na jepet rasti i besimtarëve në kishën e Bereas. Berea është qyteti i ndodhur në Greqi që sot njihet si Veria. Dhe aty na shkruhet që por këta, pra Bereasit, ishin më fisnik nga ndjenjat se ata të Thesalonikit, pra Selanikit. Dhe pranuan fjalën me gatishmëri të madhe, pra kujdes fjalën, duke i shqyrtuar çdo ditë shkrimet për të parë nëse këto gjëra ishin ashtu. Pra çfarë bën ata? Erdhi apostulli Paul, i shpalli Ungjillin e Krishtit, që jemi të falur përmes sakrificës së Krishtit, nëse besojmë të lënë Perëndisë, të kemi paqen me Perëndin. Dhe ata thanë, dakor, fisnik, në lërë të të shkrimet, dhe tuan shkrimet pra të 10 vjetër, për të parë nëse qëndronin se apostulli këtu ngulmonte që janë përmbushur profecitë e shkrimit, pra hebraik, në Krishtin. Pra Mesia erdhi, vuajti për ne u krijuar vdiq dhe u ngjall, siç e japin shkrimet. Dhe ata thonë dakor, në lërë të shqyrtojmë shkrimet. Kështu do të jetë çdo i krishterë. Sepse Bibla këtë i quajnë njëri fisnik nga ndjenjat. Pra nëse do të jesh fisnik, do të shtosh shkrimet. Të dëgjoj, po edhe heto shkrimet. Jo të dëgjosh dhe direkt i besosh tjetër. Në asnjë mënyrë duhet të shkosh gjithmonë te Bibla.
Mos harro fjala ime që kanë shpallur, thot Jezusi, do t'i gjykoj ditën e fundit. Fjala juaj, fjala e Perëndisë sot tjetri, bajeni fort fjalën e Perëndisë sepse mund të shpëtoj shpirtin. Pra fjalën thonë gjithë, Krishterimi fjalën ka. Pra, si thua, logosin e manifestuar dhe vetë fjalën e Perëndisë përmes profetëve, apostujve dhe vetë Jezu Krisht. Pika e dytë, kujdes nga mësimet e reja. Pra, çfarë janë mësimet e reja? Për shembull, shemte letra e 2 e Gjonit, kapitulli 1 vargu 9. Dhe shkruan, kushdo që shkon tej dhe nuk qëndron në doktrinën e Krishtit, nuk ka Perëndi. Kush qëndron në doktrinën e Krishtit, ka Atin dhe Birin. Dhe vetë Jezusi thotë, nëse dëgjoni fjalën time, dhe zbatoni fjalën time, vini në praktikë, unë dhe Ati im do vi të bëj banesë te ju. Mos harroni, Perëndia është frymë. Pra Jezusi thotë për frymën e shenjtë, që besimtari merr kur beson dhe jeton sipas thirrjes së Perëndisë. Pra Ati Biri fryma e shenjtë bëjnë banesë te ne, se një Perëndia është frymë. Rilind besimtari. Më kuptoni, dhe po ka frymëra të tjera që nuk janë të Krishtit, më thotë. Është luftë frymërore përreth. Dhe si veprojnë të frymërat e tjera? Me herezi, pra doktrinat e rreme, herezit shkatruese që janë të tjera. Dhe çfarë bën? Na doktrinën e Krishtit ose i shton ose i heq. Si shpam rastet atje. Krishti thonë është vllai i Satanit. Po kush kuret në Bibël? Kjo është blasfemi ti thuash Krishtit që je vlla me Satanin. Ndërkohë që shkrimi i shenjtë thotë çfarë të përbashkëtë ka Krishti me Belialin, që është tjetër emër për djallin. Nuk i lidh asgjë Jezusin me djallin, dritën dhe errësirën, nuk e lidh asgjë. Si që kanë, atëherë di që një Perëndi që është frymë, domthonë krijon është domethënë edhe Krishti bëti të krijesë, pra duhet pasur shumë kujdes nga mësimet e reja. Dhe mësimet e reja çfarë del shtesë nga Bibla. Dhe pam, sekte që zakonisht nxjerrin në një libër tjetër, krahas Biblës, se thonë që Bibla është korruptuar ose e kanë deformuar njerëzit, nuk e mbron dot Zoti dhe dalin këta njerëzit që e mbrojnë. Shkojmë tek pika e tretë, bashkësia dhe komunikimi me kishën lokale. Pra, të krishterët gjithmonë nxiten në shkrimin e shenjtë, veçanërisht te letra e Hebrejve 10:25 na thuhet, pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkëtonin, pra të mbledhurit së bashku, sikurse kanë bërë të zakon disa, por të nxisin njëri tjetrin, kaq më tepër se e shihin ditën që po afrohet. Pra çfarë na thotë shkrimi këtu, që mos hiq dorë së mbledhuri me familjen e besimit, pra me besimtar të tjerë. Tani kuptohet, jo gjithmonë janë kushtet për të takuar fizikisht, por ja kemi të teknologjinë lavdësore. Edhe kjo shërbes është prapë një formë shërbese e krishtere. Pra është pjesë e kishës edhe kjo shërbes. Pra, mos hiq dorë së mbledhurit së bashku. Krishterimi nuk ka të bëjë me individualizmin, me materializmin, jeto vetëm një jetë ke tjera çfarë mëson sot bota, filozofitë dhe traditat e rreme njerëzore. Krishterimi jetohet vetëm në komunitet. Vetë Krishti erdhi, vi Perëndis thirrji apostujt, 12 apostujt. Dhe tha shkonin gjithë botën, shpallnin ungjillin çdo krijesë, pakëzonin në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë, pra ku kemi trinin të shpallur nga Krishti vetë. Mësoni të bindet gjitha që unë kam urdhëruar, dhe një urdhër është tjetër, mos hiq dorë së mbledhurit së bashku. Pra Krishterimi është një besim komunitar, universal, se Perëndia do që të gjithë jemi në një vllazëri, jemi vëllezër dhe motra dhe jetojmë në dashurinë e vërtetë. Pra mbi të gjitha keni dashurinë thotë shkrimi. Por na thotë që sikur se kanë bërë zakon disa, këtu paralajmëron shkrimi. Pra kujdes, mos e bëj zakon, mos shkosh kish, mos rrish me besimtarët. Se do filloj do gënjesh, do humbasësh rrugën me një ide në filozofia të botës dhe do të vaket besim. Dhe mund t'i thuash vetë si krishter, pastaj po nuk jeton në dritë. Dhe të krishterët fillojnë duken çuditshëm, të duken të ashpër, të duken gjykues, sepse nuk e ke zemrën në vend, fillon të pëlqejnë mësimet e rreme që janë larg Krishtit. Prandaj thotë shkrimi mos e bëj zakon të gjë, sikurse e kanë bërë disa. Por të nxisim njëri tjetrin, pra shkon nxitë si në dashuri dhe vepra të mira. Këtë thotë shkrimi. Pra shkrimi i shenjtë plotson po shkrimin e shenjtë. Por nuk është nxitje hajde në kish, nxitje është dashuri dhe vepra të mira. Dhe nëse do të kesh dashuri dhe vepra të mira, atëherë ti ndajen këto bekime dhe thellësare. Po ndajen në kish, në komunitet.
aq më tepër se shihni ditën që po afrohet, pra shpejtënia përsërit prapë që dita po afrohet dhe Krishti do kthehet në ditë. Ne nuk e dim, po që çdo ditë që kalon na sjell afër apokalipsit, kthimit të Krishtit. Dhe Krishti kishën do marrë. Dhe kisha nuk janë godinat, nuk do marrin ndërtesa, do marr njerëzit që besojnë të vetmin Perëndi, që është manifestuar në Krishtin. Shëmbullimi i dukshëm atë i Perëndisë pa dukshëm, Perëndia është frym. Ne shohim vetëm krijimin, nuk e shohim dot Perëndin. Por ama diri ti thotë ka bërë të njohur Perëndin. Dhe këtë thotë Krishti. Hat lutem që të njohin ty të vetmin Perëndi dhe Jezu Krishtin që ka dërguar, pra në formë njerëzore. Vetë Perëndia banes në të. Ose thotë kush më ka parë mua, ka parë dhe Atin tim. Unë dhe Ati jemi një. Krishti është Perëndia. Ne si njohim Krishtin, njohim Perëndin. Shumë e thjeshtë. 4. Lutje dhe drejtimi i frymës së shenjtë. Pra mos harrojmë lutjet janë komunikim me Perëndin. Dhe dëgjoni 16:13 na thuhet që po kur ai fryma e së vërtetës të vi, ai do t'ju thejë në të gjithë të vërtetën. Pra kur besimtarët luten, lidhen me Perëndin, mos harrojmë, Bibla mëson që lutja është lidhja me Perëndin, nuk është ritual fetar. Pra ka njerëz që bëjnë thjesht ritual, përsërisin. Ajo nuk është lutje, nëse ti zemrën tënde, pra vetë frymën tënde nuk e ke lidhur me frymën e shenjtë. Lutja është lidhesh me Perëndin, të flasësh me të. Dhe sa më shumë i lidhur me Perëndin, aq më shumë fryma e shenjtë, që është po Perëndia që bën atë. Do të udhëheq në gjithë, ku do të udhëheqë? Në të gjithë të vërtetën, pra në fjalën e Perëndisë do të udhëheq. Nuk të nxjerr fryma e shenjtë jashtë fjalës Perëndisë, jashtë Biblës. Po kush nuk ecën në frymë, po ecën në botë, pra në errësirë, në gjëra që s'ka lidhje me Zotin, e mpak frymën e tij, pra frymën e shenjtë që ka brenda tij, dhe nuk jeton më në dritë. Prandaj shkrimi i parshëm thotë, mos hiq dorë së mbledhurit së bashku, pra në kish. Se do shuash frymën, do shuhesh në frymë. Pra këto janë të katërta hapa të dashurisë për të mbrojtur dhe vazhdojmë të si t'i ndihmojmë të tjerët. Qasja e dur, gjithmonë Bibla, Krishterimi. Gjën më të madhe ka vetë Perëndim e Perëndia është dashuri. Kështu që qasja e dur, edhe me sektantët, edhe me të humburit, edhe me ata që nuk besojnë njësoj, ose s'besojnë fare. Qasjen do ta kemi gjithmonë me dashuri dhe durim. Se Perëndia është dashuri dhe Perëndia ka shumë durim. Është i pasur në durim. Po mos kishte Perëndia durim, të gjithë ne do humbisim, do shkojmë në ferr që gjithë. Po nga dashuria e tij ka dhe durimin. Dhe ka shumë e dëshë botën sa dha shpëtimin për ne. Dhe shpëtimi është vetë emri i Krishtit. Zoti shpëton. Pra dashuria dhe durimi është e para, të kemi durim, të dëgjojmë, të përpiqemi të kuptojmë, e të tjera dhe të japim dashuri tjetër. Pa kushte. Nuk ka rëndësi çfarë besimi ka personi tjetër ose s'ka besim fare. Ai është në rrugtimin e tij. Por ne do të shpresojmë që një ditë Perëndia qoftë edhe përmjet nesh, sikurse ne shpresojmë përmjet këtyre videove. Edhe pse për të vërtetës nuk e di sa mund të dëgjojmë këto video deri në fund, sepse ndoshta të krishterët, por e vërteta është e hidhur për njerëzit. Do ta kuptojmë se njerëzit duan rrugë të ngushtë, rrugë të gjëra, rrugë të lehta. Ose Jezusi thotë rruga për në mbretërinë e Perëndisë është e ngushtë dhe mundimshme. Prandaj ka dhe këto përplasje midis dritës dhe errësirës. Se krishterët ecin vetëm me dashurinë dhe të vërtetën. Pra me dashuri, po do të thënë e vërteta me dashuri. Kështu që edhe me tjerët qofshin ata sektantë ose jo, besimtarë ose jo, me dashuri dhe durim. E dyta me njohuri biblike. Pra dashuri dhe durim, por ama si krishterë ne jemi thirrur të qëndrojmë vetëm tek e vërteta. Vetëm tek e vërteta. Dhe Jezusi ju lut, shenjtëroje o atë me të vërtetën, fjala jote është e vërteta thotë. Tani krishteri, po nuk ecën me fjalën e Perëndisë, nuk ecën me të vërtetën, nuk ecën në shenjtëritë. Pra i bi ose të gënjesh, ose të luash, ose të thallesh, ose të shmangesh, po jo. Kjo dashuri që durim, po duhet thënë e vërteta. Të gjithë jemi mëkatarë dhe të gjithë kemi nevojë për hirin shpëtues Perëndisë, që ai ka dhënë në Krishtin.
Dhe ne jetojmë në kohën pas Krishtit, dhe shkoja e kishës dhe shkoja e fundit. Pas marrjes kishës në rikthyimin e Krishtit nuk ka më kohë tjetër për pendes. Kam kuptoni? Këtë thot Bibla. Hapi i tretë në qasjen e dutur janë lutjet. Pra mos të harrojmë që pa Perëndin nuk bëjmë dot asgjë. Dhe ne mund të përpiqemi, mund të mendojmë shumë gjëra, por pa Zotin, pa ndihmën e Perëndis, ne asgjë nuk mund të bëjmë. Këtë thot vetë Jezu Krishti, thot pa mua ju nuk bëni dot as edhe një gjë. Dhe kur Zoti thot as edhe një gjë, do thot as edhe një gjë. Pra kur Zoti flet, themi vetëm po dhe amen. Kështu që lutje për çdo njeri, qoftë besimtar o besimtar, qoftë sektant, qoftë lutje në fundit, sepse duhet gjithmonë ndihma e Zotit. Dhe së katërti, me kujdes për shpirtin e tyre. Pra të kemi kujdes për shpirtin e tyre, sepse nëse kemi zemrën e Krishtit, patjetër që do kemi këtë dëmshuri dhe dashuri sakrifikuese. Dhe për këtë jemi thirrur në fundit, jemi dritë për të botë dhe të tregojmë të tjerëve Krishtin përmes veprave tona. Po jo me sforco, pra duhet vi natyrshëm në frymën e të vërtetë. Jemi të lidhur me Perëndin dhe themi të vërtetën e dashurisë. Tek letra e dytë e Timoteut në Bibël, kapitulli 2, vargji 24-25, më falni, thotë që shërbëtori i Zotit nuk duhet të zihet, por duhet të jetë i butë ndaj të gjithëve, që Perëndia t'u jap atyre pendim. Pra si mund të ndihmojmë të tjerët që ata të vinë në pendim, që të kthehen nga rrugët mëkatare dhe të kthehen tek Zoti për faljen e mëkateve? Është kur ne nuk zihemi me njerëzit e tjerë. Hapi i parë, pra para se të bëjmë të mirën, duhet të mos bëjmë të keqen. Dhe kur nuk zihemi me të tjerët, do të jemi dhe të butë me ata. Pra do të jeta me dashuri, me butësi, me mirësi, pa u zënë, me shpresën që Perëndia t'u japi pendes përmes veprave tona. Çfarë të mos bëjmë? E para, mos të zemërohemi, mos t'i akuzojmë dhe mos t'i kthejmë shpirtin. Tani mund të diskutojmë, mund të argumentojmë, mund të debatojmë ndonjëherë, por në fund gjithmonë qëllimi duhet të jetë me dashuri. Madje ka krishterë, miq të miq, thonë po nuk ka dashuri për tjetrin, më mirë mos i fol fare. Sepse një gjë e bërë pa dashuri nuk ka vlerë. Kur Bibla thotë Perëndia është dashuri, me dashuri e krijoi botën, dhe ai shumë e dëshiroi botën sa dha Krishtin. Kur çdo që beson në të mos u mbas për këtë të përjashme. Gjithçka është vepra e dashurisë së Perëndis. Që nëse s'kemi dashuri, atëherë ose do zemërohemi, ose do i akuzojmë, ose do i kthejmë shpinën. Kjo nuk vlen. Nuk vlen për drejtsinë e Perëndisë. Dakor, dhe që të mos të zgjatemi shumë, po kalojmë tek teksti i doktrinës. Po kalojmë shpejt këtu në ato që folëm. Pra, me këdo që mund të hasemi, nëse dyshojmë që kemi të bëjmë një sekt ose një kult të devijuar pranë krishterimit. Po i quaj të teksti doktrinës, ato 3 pika. Krishti është i pari. Krishti është ai që ndan gjithçka. Dhe po të vëmë re, të gjitha fetë pothuajse japin një version të ndryshëm të Krishtit, pra me Krishtin merren. Shumë budizmi thotë ka qenë prift budist. Hinduistët thonë ka qenë një nga gurut. Islami thotë është profet. Judaizmi thotë ka qenë mësuesi i Torës, por i rrem. Pra, pothuajse çdo fe merret vetëm me Krishtin. Dhe një pyetja, pse merren pikërisht me Krishtin nëse nuk është Krishti Perëndi? Krishteri duhet shikojë çfarë qëndrimi kanë ata me Krishtin. A mësojnë që është Perëndi i mishëruar apo jo? Bibla mëson që Perëndia erdhi në mish. Ky është besimi krishterë. Perëndia do botën, erdhi vetë për ta shpëtuar botën. E filloi vetë veten për ta shpëtuar nga fuqia e mëkatit dhe nga vdekja, për ta shpëtuar në jetën e përjetshme. Në thuhet këtë letra e parë e Timoteut 3:16, misteri i mëshirës është i madh, shkruhet. Perëndia u shfaq në mish. Ky është besimi krishterë. Nëse beson këtë gjë, Perëndia, vetëm Perëndia të shpëton dhe jo ti me veprat e tua. Erdhi Perëndia për të shpëtuar. Atëherë Perëndia është i mëshiruar. U bë njeriu për të shpëtuar njeriu. Jo njeriu bëhet Perëndi për të vajtur te Perëndia, siç mësojmë tetë.
Doktrina e dytë është shpëtimi, pra Krishti është doktrina e parë, pra kush është Krishti? Nëse thonë që Krishti nuk është perëndi, pra nuk është filnor, nuk ka natyrë rinore, është sekt ose kult. E dyta është shpëtimi, pyetja është, a është me hirën e perëndisë, pra perëndia e shpëtimin, apo me hir përmes besimit, apo përmes veprave. Bibla thotë që shpëtimi është nga hiri përmes besimit, jo nga veprat. Veprat po janë të dobishme dhe inkurajohen në Krishtorin, por janë tregues të besimit tonë veprat e mira. Pra kur ke marrë besimin shpëtues si dhuratë e hirit perëndis, dhe ti beson tek hyri i perëndis në Krishtin, thuhet që Perëndia ty të rilind, të shkruan ligjin e tij në zemër, dhe ti zbaton ligjin nga dashuria që ke për atin qellor. Prandaj do të bën vepra të mira, jo për të shpëtuar. Pra ti bën mirë sepse je i shpëtuar. Dhe ke marrë natyrë të re, që të afron më shumë me natyrën e Krishtit. Pra duke u shenjtëruar, duke u rritur shpirtërisht. Pra rritja shpirtërore është manifestimi i këtyre veprave. Por nëse mësojnë që ti bëj mirë që të shpëtohesh, atëherë tregojnë që ti nuk beson që Perëndia është i hirshëm dhe shpëtohesh vetëm me anë të besimit. Dhe tek Efesianëve 2:8 na thotë qartësi që ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë. Pra po i shtove dhuratës, madje ti dhuratën po na t'jap dhe sa para mbrapsht, atëherë ti nuk e pranon këtë hir. Ti pranon që ti do vetë, pra do t'japësh dhe lavdi vetes. Dhe po i gjithë Bibla flet vetëm për lavdinë e Perëndisë. Dhe pika e tretë e doktrinës është Bibla. A është Bibla e mjaftueshme dhe saktë apo jo? Të ndryshe, a është Bibla fjala e Perëndisë apo jo? Nëse dikush thotë që Bibla nuk është fjala e Perëndisë, po ja kemi edhe këtë librin tjetër ose kemi edhe këtë tjetrin, ose shiko se ka ca mangësi, ka deformime, po ja ta shpjegoj unë si e mendoj unë dhe ti më beson mua, atëherë ti nuk e pranon Biblën, ose ai person nuk e pranon Biblën si fjalën e Perëndisë. Ndërkohë që vetë Bibla shkruan 2 Timoteu 3:16, i gjithë shkrimi thotë është i frymëzuar nga Perëndia. Pra autori i shkrimit shenjtë është vetë Perëndia, fryma e shenjtë, që ka frymëzuar profetët, apostujt, dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndrejqe dhe për edukim me drejtësi. Kurse tek 2 Pjetri 1:20-21 thuhet, duke ditur së pari këtë, që asnjë profeci, pra asnjë thënie e Biblës, asnjë profeci e shkrimit, nuk është objekt i interpretimeve të veçanta, sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njeriu. Pra po thot, asgjë që është shkruar në Bibël nuk është shkruar nga njerëzit. Pra njerëzit e kanë shkruar, po është Perëndia, fryma e shenjtë, që i ka nxitur këta njerëz. Ata kuptojnë kanë shkruar me fjalët e tyre, me kulturën e tyre, kohës, gjeografisë tyre, po kanë shkruar parimet dhe të vërtetat që Perëndia jep përmes më falni, frymës së shenjtë të këta njerëz. Dhe për mbledhje, dhe jemi në fund të dashurisë, për mbledhje dhe parimet mbrojtëse, pak a shumë po përmbledhem ato që folën pak fillim, pra njihuni mirën e Biblën. Pra jo ti besojmë çdo frymë, nëse besojmë Perëndisë, atëherë fryma e shenjtë që është Perëndia të çon te shkrimi i Biblës, te fjala e tij të çon fryma. Nuk të çon në vende të tjera. Nëse dikush ju frymëzon, ju flet, ju bind, nuk i çon te Bibla, nuk është nga Perëndia, nuk është fryma e shenjtë. 2, qëndroni të lidhur me kishën. Edhe sikur mos ketë mundësi fizike, me mjetet që kemi, online, telefonata, çfarë lloj forme. Pse? Sepse vetë Krishti thotë, i thotë Pjetrit atëherë, unë të shkëm thotë, bindja e Pjetrit, ka është Perëndia zbuloi. Do ndërtoj kishën time, thotë, që as flakët e therrit nuk do ta mposhin dot. Të ndryshe, djalli nuk ka pushtet mbi bashkësinë e besimit. Pra djalli nuk ka pushtet e kisha. Kurse jashtë kishës, ne po i shikojmë çfarë ndodh. Ka gjithë këto doktrina të rreme, gjithë këto fe, gjithë këto interpretime të ndryshme në këtë tash. Së treti, jeni vigjilent. Vigjilent për faktin që jemi në një betejë shpirtërore, dhe betejë shpirtërore është reale. Por nëse jemi me shpirtin e shenjtë, pra me frymën e shenjtë, jemi me Perëndin. Dhe këto frymrat e tjera, sot i thonë dhe energjia, nuk do kem pushtet mbi frymën e shenjtë.
Por gjithmonë duhet të qenë vigjilent dhe mos harrojmë që fryma e shenjtë na çon te fjala e shenjtë. Dhe përmjet frymës së vërtetës, pra në frymën e vërtetë si thotë dhe Krishti, që janë besimtarë të vërtetë, adhurues të vërtetë të Atit, që adhurojnë në frymën e vërtetë. Kështu thotë besimi dhe kështu do i vim ballë sulmeve të frymërave të mbrapshta. Dhe s'ka vërtet lutuni porotësi. Lutja porotësi është vetë shembulli i Krishtit. Lutuni mos vini në tundime, vetë Jezusi lutej. Lutuni pa pushim, thot apostulli. Sepse lutja është komunikimi me Perëndin. Ne kërkojmë Perëndis, po edhe dëgjojmë për Perëndis. Dhe ai pastaj drejton jetën tona. Dhe ta përmbyllim të dashur miq, dhe u falenderoj nëse keni arritur deri këtu dhe uroj që Zoti t'ju bekojë e t'ju ketë hapur sa më shumë kuptimin në këto tema që janë mjaft aktuale. Pra dalim përfundimin që sektet dhe kultet janë rrezik i vërtet shpirtëror. Dhe kur njeriu vdes shpirtërisht, jeta e tij do ketë vetëm probleme. Do ketë probleme dhe për tjerët. Por thamë që me njohurinë e fjalës Perëndis, që është Bibla, në drejtimin e frymës së shenjtë, që është vetë Perëndia që na çon te fjala e tij, dhe jetesës në bashkësi besimi që është kisha ose familja shpirtërore, familja e besimit, ne mund të njohim sektet dhe kultet dhe të shmangemi atyre. Të mos harrojmë te Gjoni 8:32, vetë Zoti Jezu Krisht na thotë që e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Dhe vërtetën e gjejmë te fjala e Perëndis, që na zbulon dhe fryma e shenjtë dhe na mëson përmes Krishtës. Tek 1 Pjetri 5:8, na thuhet jini të matur, jini vigjilent, qëndroni të fortë në besim. Dhe mos harrojmë besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis. Dhe në fund një lutje, të besojmë që Zoti është i mirë, të lutemi që Zoti të na jap urtësi për të njohur të vërtetën dhe forcë për të qëndruar atij besnik deri në fund. Të lutemi për mbrojtje nga çdo mashtrim dhe Zoti të na udhëheqë në të gjithë të vërtetën. Dhe mos harrojmë të lutemi gjithmonë në emër të Jezusit. Amen. Falenderoj miq dhe Zoti t'ju bekojë që të gjithëve. Mirë u gjeshëm në të tjera video.